Një automjet është përfshirë nga flakët mbrëmjen e të martës në autostradën Vlorë Fier pranë mbikalimit të Bishanit, duke shkaktuar alarm në zonë. Ngjarja ka ndodhur në orët e vona të mbrëmjes, ku kalimtarët kanë konstatuar mjeti në flak në anë të rrugës dhe kanë njoftuar menjëherë shërbimet përkatëse. Sipas të dhënave paraprake, në momentin e përfshirjes nga zjarri nuk ka patur asnjë person brenda automjetit, çka ka shmangur edhe pasojat më të rënda në njerëz. Automjeti tip Seat me targat A 379 MK është shkrumbuar plotësisht nga flakët, duke pësuar edhe dëme të konsiderueshme materiale. Dhe ngjarje kanë bërritur menjëherë shërbimet zjarr fikse, të cilat bën edhe të mundur shuarjen e zjarrit, ndërsa zona u sigurua për të shmangur rreziqe të tjera për qarkullimin rrugor. Në informacionet paraprake bëhet me dije se drejtuesi i mjetit është larguar nga ngjarja menjëherë pas incidentit, ndërsa ende nuk janë bërë të qarta arsyet e këtij largimi. Ndërkohë policia ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë dhe rrethanave të ngjarjes, si dhe identifikimin dhe marrjen në pyetje të drejtuesit të automjetit. Grupi hetimor po punon ndërkohë edhe për të përcaktuar nëse zjarri ka qenë aksidental apo i qëllimshëm.